Mirë, ja ku jemi rikthyer pas dëgjuam MC Kreshën, edhe jemi në studio Vjoj me kolegen time me Violën, edhe me Shpend Gashin, mikun tim. Shpend, tani një nga arsyet pse ne donim të të ftonim ty këtu në Kinotek në Sol është që të eksplorojmë pak më tepër nga Shpendi përtej diskursit politik. Ti je i njohur në opinionin publik shqiptar për ligjërimin e fortë ndaj dukurive politike, për kritikën. Drejt për drejtësinë. Po, e vërtet. Gjitha në fjala, ashtu, e vërtet. Mirë po, njerëzit mund edhe të bëhen kurioz, çfarë është Shpendi përtej politikës në kuptimin e formimit vet, atë që lidhet me librat, me muzikën, siç e the pak më parë, me kineman, etj. Pra, me gjithçka që ty të ka shënjuar dhe të ka bërë ky që je sot. Është një konglomerat gjërash. Për shembull, mua do ta është batutesh, kjo është shumë e ndyrë, po do ta them. Nuk është e ndyrë kështu në fjalor, por shumë e ndyrë në përmbajtje. Është e ndyrë në përmbajtje. Mua më ka bërë ky që jam sot Edi Rama. Edi Rama. Po. Si të ka bërë ky që je sot? Me prishjen e pronave të familjes. Më ka bërë domethënë që mua të më prishet gjithë rehatia që më kishte krijuar i madh edhe i më. Të nisja me minus në një moshë relativisht ku bashkëmoshatarët e mi kishin krijuar një lloj stabiliteti. Dhe unë kisha vetëm dy rrugë zgjidhje, ose të përhumbesha, ose të isha ky që isha. Që jam tash. Dhe sfida ka qenë shumë e fortë. Ças më ka vajtur në mendje. Nga më të errtat e më të mirat për të bë. Mirë, është një sfidë që përjetojnë të gjithë, nuk është se më ka ndodhur edhe mua, po problemi është ajo shprehja që thot Sylvester Stallone. Nuk është problemi do të godasi jeta apo jo. Problemi është a do çohesh pas goditjes. Edhe unë mendoj se jam çuar pas goditjes. Domethënë ajo lloj neverie, ajo lloj s'mund thua urrëtes unë sa kam dashur asnjëherë, po dhimbja. Mund të themi që dhimbja është katalizatori më i mirë. Pra në momentin që njerëzit mua më godasin, mendojnë se po më mbarojnë, po aty janë duke më furnizuar me karburant. Është kjo dhimbja më e madhe jetës tënde? Në aspektin ekzistencial, po, sepse pash babën tim dorëzuar. Babi është heroi im i parë, kupton, dhe i fundit. S'kam herojin tjerë. Do doja që babain tim ta pensionoja unë ose vllai, jo të ma pensiononte politika. Ma nxirrte as loja, edhe këtë nuk ja fal asnjëri domethënë. Kur na ka ndodhur ajo, më ka thonë mat, më mbaroi jeta. Edhe unë që bëj një pyetje, kam dek gjithë djemt, jo thot, tu thap goja, e po pikërisht është. Djemti ke gjallë, 4 kate na i prishën, 8 kate do t'i bëjmë, vetëm durim tash, dhe ti do rrish vetëm një gjë, do merresh vetëm me veten tënde, me shëndetin tënd mental, shpirtëror, do punojmë ne për ty, se boll ke boti për neva. Dhe sot jemi një familje që jemi shumë fort me njëri tjetrin, kemi problematika tona, se me karaktere të ndryshme si çdo familje tjetër, po jemi bashkë, pra na bashkoi ajo lloj gjë. Dhimbja më e madhe ime ka qenë humbja e gjyshes që më ka rritur. Që domethënë para në datën 17 prill ka pasur ditëlinjen, domethënë. Edhe në 24 vjet që kam ndruar jetë, në vetëm një vit e kam harruar për vjetorin e largimit saj nga jeta dhe kam qarë si fëmijë. Atë ditë nuk mos më takonte njëri, domethënë nuk ja falja vetes se. Çfarë kishte ndodhur atë ditë? Thjesht isha në punë, isha kështu i çuar në mëngjes edhe duhet të shkoja. Mendoj që ritmi i shpejtë i jetës. Po këtë nuk ja falja vetes. Fakti që ne jemi gjatë gjithë kohës duke u përpjekur të kapim një gjë këtu, një gjë atje, kudo ku dali, na bën që të harrojmë vlerën reale. Po pra, po nuk e kisha probleme tek ajo, kisha probleme domethënë që edhe nona shkojnë harres. Nuk e falja dot vetes. Të paktën një ditë që duhet ta ndihmoja edhe. Unë për nona kam diçka, domethënë se po të rrit flas për nonën do bëhemi tani, do qajmë të tre së bashku, a kupton se unë prekem për gjyshen. E kam dash, domethënë të më errësisht dhe pafundësisht shumë, nuk e di pse nuk më del në ëndër, vetëm një herë më ka dalë, nuk më ka dalë mirë, kupton, më ka dalë shumë e ftohtë, po pas interpretimit që më bën. Domethënë unë që e përqafoja dhe që më rrinte ftohtë edhe që i thosha o none, po nuk ka marrë malli për mua. Dhe pastaj më është mbyllur komplet e gjitha. Në 24 vjet vetëm një herë e kam parë, po e mbaj mend fytyrën kështu si edhe zërin edhe gjitha me radhë. Pra e kam pas dashuri jeta.
Si ka mundësi që e mban mend, jo që e mban mend, se që e mban mend, Edhe aromën më janë që bajmë. do ta mbash më, po që e ke kaq të afërt edhe pse ajo të ka lënë kur ti ke qenë në një moshë të vogël. Si 8 ishte vjeç. mund? Si shpjegohet? Po Se është un kujtoj njerëzit që mund të më kenë lënë, pavarësisht se nuk i kam pas aq të afërt, mund të më kenë lënë 8 vjeç. Nuk mbaj mend që të kem ndonjë afrimitet shpirtëror kaq të Vlla. madh, e kupton? Është edhe mosha. Nona më ka marrë 1 vjeç në krevat. Unë rria tërkohës me ata. Je djali i madh apo i vogël? Jam djali i madh, i Ah, fisit. okay. I fisit, I jo fisit. vetëm i Domethënë familjes. gashi par junior jam unë, pastaj është Okay. vllai im Andi, që unë e kam drejtësyrë, e kam shpirt, e kam dashuri edhe vllain. Edhe pse jemi 180 gradë ndryshe nga njëri tjetri, po kam kështu, e kam si fëmijën tim. E kam pas në vend mamit. Domethënë deri 8 vjeç unë mendoja që mami është e dyta. Jo e para. Sepse nona e bënte princin nonës. Për çfarë do lëgjoja, është më i miri, është te, është tani, domethënë, unë bëja në një gabim, nona dilte mbrojtja. Bëj diçka, domethënë, dashuri të pafundme o vlla. Atë si mund ta refuzosh një dashuri aq të pastër të pafundme? Ja, është e pamundur. Nuk mund ta harrosh dot. Jo, sigurisht. Edhe mua më do më gjë që nuk kam për ta ndjer kurrë ata. Pse? Po s'kam për ta ndjer më valla, se nuk të do njeri siç donte ajo më, kupton. Beson vërtet? Po s'të do më as lloj njeriu më siç do gjysha, është dashuri e pastër, është mjalti Ka mjaltës. një fart vërtetë këtu. Është mjalti mjaltës.